Si vjetë shumë bashkëpunime në muzikën shqip, nevoj apo detyrim? Sonte të meno për të më zonë një pia I'ma try to split, baby, let's go. Flyte kush vi, tash vesh kush pi, ruje rush kryt, po të shoty me dy lpi. Thuje shonë që fkall unioni, o të gju lek klop, hajde gjuje ajra. Në vitin 2025, panorama e muzikës shqiptare është mush me duete, ku disa prej tyre janë shëndru në hite verore me miliona klikime. Për shembull, ka nga Lot, Butrintimeret me Tajnën, që i ka arrit rreth 1 milion shikime përveç një muj. Kur ajo shkon Shlinda s'jeli Të dhëna tregojnë se bashkëpunimet fitojnë menjëherë vëmendje mediatike edhe online. Por edhe një diçka tjetër që kena mujt me vrej gjatë viteve të fundit, në sezonën verore, bashkëpunimet me artistet tona dhezin ma shumë. Për shembull, nëse ki kong me dhurata dorën, është hit i menjëhershëm. Prej teje melot, undo me nuk Po mos u dut, ky fenomen nuk ndodh veç te na. Ky fenomen reflekton një trend global në industrinë e muzikës. Studimet tregojnë se bashkëpunimet nëpërmjet artistave janë dyfishu në dekadën e fundit. Po pse? Arsyeja kryesore është zgjerimi i audiencës, ku vijnë edhe shikimet, edhe klikimet ma të larta. Në epokën digjitale, rrjetet sociale kanë kriju një nevojë për prezencë 24/7. Ndaj, artistët mundohen me u lidh me audienca të reja për me qëndru relevant. Gjithashtu, edhe presioni. Këshyre punën tone, unë e këshyri punën tem Jo ky, po i tregut, industria muzikore shqiptare po bëhet ma konkurruese, ma shumë këngëtar të ri, po e synojnë pozicionimin e shpejt. Me rritjen e platformave streaming edhe YouTube-ës, çdo klikim llogaritet. Prandaj dueti është i suksesshëm edhe një mënyrë për me i stimulu algoritmin edhe mediat. Po çka po menon publiku? Publiku është ndonë në dy grupe. Njëra është shpesh lavdron këto bashkëpunimet si rikthime fitimtare, ndërsa kritika komerciale i cilëson ato vetë si hitet sezonës, që vinë e shkojnë. Një shembull dramatik është deklarata e këngëtarit Dani, Ramadan Krasniqi, i cili tha se muzika shqiptare është degeneruar edhe është bo e mërzitshme. Tash fjallet moren dhe E gjithashtu ka zona rrjete sociale që po i cilësojnë disa bashkëpunime si treni i fundit i artistëve, një përpjekje e detyrume për popularitet dhe jo diçka e re e origjinale. E ma mirë tregom ti vetën komente, a jeni lodh prej bashkëpunimeve apo po ju pëlqejnë e po doni ma shumë? Let me know. E të njëjtën kohë, bëni follow Urban FM në krejt platformat sociale edhe subscribe në YouTube.